Ky është Gjovalin Mikaj nga Boga Malësisë së Madhe, 21 vjeçari ka bërë një kallëzim në polici për largimin nga banesat të bashkëshortes së tij dhe djalit të tyre të mitur. Mes lotësh në sy ai kërkon gjetjen e djalit të tij 1 vjeç e gjysmë, ndërkohë akuzon policinë e Malësisë së Madhe të Shkodrës që nuk i kanë dhënë asnjë zgjidhje. Gjovalin Mikaj nga fshati Bogë, Malësi e Madhe, kam i hallëm ka i gruaja ma ka marrë djalin, ka 2 ditë, nuk po zgjej rrugë zgjidhje kurkon. Te policia nuk kam dhënë rrugë zgjidhje, kam shku, kam nej një natë gati ton natën deri 11 sahati, edhe nuk kanë zgjidhur problem. U kërkoj ju për djalë, me mazit, zjedh kutin, se nuk e di a ka mujt me shita, se di ku ndodhet për momentin. U kërkoj se shteti i kam bënë denuncim edhe kur çfarë përgjigjet në botë, as Malësia e Madhe, as Shkodra nuk më ka dhënë përgjigje. E kam marrë 3 muaj djalin, ka ikë në Itali, ma ka lënë te kisha madhe, ka shku, ma ka lënë rrugë të madhe, djalin. E kam marrë me sakrificë e me munë. Për jo djalë, du me vonë jetën e jap jetën. Ju kërkoj që me mazjet jo djalë, edhe dua vetëm djalin, jo gruan. Me mua nuk ka punë ma me mua jo, se ti në jeta as nuk han buk me mua kurrë. Veç për punë djalit. Për punë djalit nuk më zgjej rrugë zgjidhje as në shtet, as kurkun. I kam thirrë Malësinë e Madhe, kam thirrë Shkodrën, i kam kontaktu të tonë, nuk më kanë zonë rrugë zgjidhje, më kanë thonë me prit, kam prit deri 11 darkës aty, edhe nuk më zgjej kurrë rrugë zgjidhje. 21 vjeçari pranon se ka pasur probleme me bashkëshorten e tij, por nuk ka ushtruar dhun ndaj saj. Në fakt ka nis pak problemet, ma përpara ka nis, po konflikte dobta. E kanë qitë familjeve të jashtë, e nuk ka as mbrojtje familje, kalon 2 varzat në Itali, ka 2 varza në Itali. Ajo? Po, ajo, ka 2 varza në Itali, edhe unë nuk jam kanë djeni për çka ka ndodhur. E me fjalë më ka thonë, du marrë me taku djalin, për hirë djalit, du marrë mu bashku. Ka kërcënu edhe më ka bon dhe të nuq me polici, më ka thonë më ka ra, nuk i ka marrë gjykata për bazë, asi gjo, kërkesat e saj, edhe ajo problem edhe diqa me krye, nuk është normal. Prej sa kohë jeni bashkë? Ka 3 vjet e gjysmë.